Përshëndetje, si jeni? Unë që e Meri dhe jam shumë e lumtur që jam duke ndarë një inkurajim për kishën tonë dhe kur mu afrua kjo mundësi për të ndarë dhe thash pse jo. Fundja jemi të krishterë dhe duhet të ndajmë lajmin e mirë dhe të ndihmojmë njerëzit për çfarë kanë nevojë. Javën e kaluar, pastori ndau diçka shumë të rëndësishme, diçka që mua më ka ngelur në mendje dhe më ka shoqëruar gjatë gjithë javës dhe ishin këto fjalë. Sa më i madh besimi te Perëndia, aq më të vegjël do të duken luanet. Dhe kjo fjalë ka qenë që më ka shoqëruar mua gjatë gjithë javës. Disa nga frikat që pastori shpjegoi, unë të them që kam shumë emocione tani, që një ndër frikat është për të dalur në publik, po dua që ta heq dhe kjo më ka ndihmuar shumë. Dhe si bijtë të Perëndis, ne duhet jemi njerëz që inkurajojmë njëri tjetrin, mund të ndajmë vargje nga Bibla, mund të lutemi për ta dhe këtë javë kam kuptuar që sfidat nuk kalohen vetëm, por me njëri tjetrin, me njerëzit më të afër që mund të kemi, me drejtuesit e kishës ose për shembull partnerin, ose një shoqë e ngushtë, ose një shok, pse jo, edhe diçka tjetër që Zoti thotë është që më provoni dhe shiko se sa i mirë do jem unë me ju. Dhe e fundit, Davidi tek Psalmi 23 tha, me siguri mirësia dhe qiltërësia do të më ndjekin të gjitha ditët e jetës. Ndaj mos harroni Zotin ado shumë dhe paçi shumë bekime.